أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Falëndrimi dhe lavdërimi takojnë Allahut të madhëruar, lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi të dërguarin Allahut të fundit, Muhammedin, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij besnik, mbi i thartë e tij që ndjekin rrugën e tij dhe ecin pas hapave dhe gjurmëve të tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, mirë se takohemi me emisionin Thirrjet Hyjnore. Kemi arritur ajet pas ajeti duke i lexuar thirrjet e Allahut të madhruar drejtuar besimtarëve ashtu siç janë renditur në mushaf. Kemi arritur në surën Maide. Thirrja e parë e Allahut në këtë surë është ajeti i parë kuranor, në të cilën Allahu subhanahu wa taala thotë: Ja eyyuhalladhina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhilli as-saydi wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid. Është ky një ajet i shkurtër, mirëpo që mban në vete shumë kuptime. Dietari Ibn Atiyya el-Garnati thotë se ky ajet në veçanti është prej mrekullive të Allahut subhanahu wa taala që është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se me këto fjalë të pakta, më thënë, që janë formuluar shumë tema, më thënë janë thënë në mënyrën më të shkurtë të mundshme. Dhe ata që e dinë arabishtën dhe meditojnë për arsye se një metodë që të ndihmon shumë për të medituar rreth Kuranit është njohja e gjuhës arabe. Mënyra se si janë formuluar këto fjalë është shumë interesant. Do thënë, me pak fjalë faktikisht janë përmendur 5 tema, dhe kjo e bën, domethënë, këtë ajet e bën shumë interesant dhe shumë të veçantë. Cilat janë ato 5 tema? Do thënë, një herë ta përkthejmë ajetin kuranor. Thotë Allahu subhanahu wa taala: O ju që keni besuar, plotësoni kontratat. Do thënë, qëndroni deri në fund në atë marrëveshje që keni bërë. Kjo është, më thënë, çështja e parë. Pastaj thotë, juve ju janë lejuar për t'i ngrënë, më thënë, behimetul en'am, janë kafshë të caktuara, që lejohet të hahet mishi i tyre, të cilat do t'i përmendi. Përpos asaj që ju lexohet juve, më thënë, përpos asaj që ju lexohet juve. Dhe përpos kur jeni me ihrama duke bër haxhin. Pastaj thotë: Inna Allaha yahkumu ma yurid, Allahu gjykon atë që dëshiron. Kjo është përkthimi i ajetit kuranor. O ju që keni besuar, përmbushni marrëveshjet. Përmbushni marrëveshjet. Nëse përkthejmë bukfalisht thotë plotësoni kontratën. Do thënë, mbani fjalën e kontratës që e keni dhënë. Kjo është një temë në vete. Do thënë, besimtari duheshka që kur të bëjë një kontratë ta çojë, do thënë, deri në fund atë kontratë dhe të mos e thej kontratën që e ka bërë. Kjo e para. E dyta, Allahu subhanahu wa taala thotë: Uhillat lakum bahimatul an'am. Juve ju janë lejuar kafshët që ju hahet mishi. Thonë, ato janë 4 lloje të kafshëve që do t'i përmendim. Kjo është tema e dytë. Pastaj thotë Allahu subhanahu wa taala: Illa ma yutla alaykum, përpos asaj që juve ju lexohet, edhe nëse është mishi nga këto kafshë që në esencë lejohet, mirëpo nuk lejohen në disa situata të caktuara. Kjo është tema e tretë. Ghayra muhilli as-saydi wa antum hurum. Dhe gjithashtu këto kafshë nuk lejohen
kur ju jeni me ihrame, kjo është tema e 4, dhe tema e 5, në me thënë, esenca është se këto kafsh, kur nuk jene ihram, janë halal, dhe se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili gjykon atë që dëshiron. Dhan ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud wa hillat lakum bahimatul anami ila ma yutla alaykum ghayra muhilli as-sayd wa antum hurum inna Allaha yahkum ma yurid. Ky është ajeti kuranor, ajeti i parë i surës Maide. Thuhet se Kindiut, një filozof, i cili normalisht Kindiu, një filozof që bota e llogarit filozof musliman, mirë po me qëndrimet e tij ai nuk i është përmbajt fesë islame, dhe sipas principeve të fesë islame ai nuk mund të llogaritet musliman. Tregohet se ai ka qenë njëri filozof i mençur, i urtë në atë kohë, i është thënë nga të afërmit e tij, ka thënë, a ka mundësi që ti të na bësh një sure të Kuranit? Se je dietar, je i urtë, je filozof, thot nuk është problem. Edhe vetë ky tregimi pa marrë parasysh, me thënë sa është, më thënë i sakt apo jo, e përmendin dietar gjatë komentimit të këtij ajeti kuranor, se lidhet ka të bëjë me ajetin e parë të surës Maide. Vetë tregimi tregon se ai nuk i është përmbajt fesë islame, për arsye se një musliman nuk mund të pretendojë se mund të bëjë diçka si Kur'ani, nga sa Allahu subhanahu wa taala i ka sfiduar të njerëzimin që të bëjnë një sure si Kur'anin, dhe më thënë sigurisht që ata nuk do të kenë mundësi, sepse këto janë fjalë të gjithfuqishmit Allahut, të përsosurit, të gjithdijshmit, dhe nuk ka mundësi asnjëri të formuloj fjalë sikurse janë fjalët e Kuranit. Sidoqoftë, Kindiu thot nuk është problem, unë mund t'ju bëj diçka si Kurani. Dhe largohet, mbyllet në shtëpinë e tij dhe fillon punës. E hap surën, e hap Kur'anin dhe dëshiron që të bëj diçka sikurse suratul Maide, kaptina Maide. Maide do të thot tryeza, kaptina e tryezës, për arsye se në këtë kaptin përmendet rasti kur shokët e Isait a.s. havarijunët kërkuan nga Isai që Allahu t'ju zbret një tryezë me ushqime nga qielli. Dhe mbas tregimit që përmendet edhe kaptina e ka marrë këtë emër, pra kaptina Maide, kaptina tryeza. E merr Kindiu, domethënë Kur'anin, e hap ke surja Maide dhe dëshiron që të bëj diçka të prafërt, shikoj, domethënë t'ua bëj njerëzve sigurisht një shkrim që do t'i ngjaj Kur'anit. Mirë po vonohet disa ditë. Nuk paraqitet përpara shokëve të tij, ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, mirë po më kot. Pas disa ditëve del përpara shokëve të tij dhe thot, vallahi nuk kam mundësi që ta bëj një gjë që kërkuat prej meje, të sjelli diçka sikurse Kurani, dhe nuk ma merr mendja, thot, se dikush për njerëzve mund ta bëjë një gjë të tillë. Thot, unë e hapa mushafin dhe e hapa në surën Maide, në kaptinën Tryeza. Dhe pash aty, më thon, fjalën e parë, ajetin e parë që e lexova, shikova se Allahu i urdhëron njerëzit që të përmbushin marrëveshjet e tyre. Ndalon që të prishin marrëveshjet faktikisht. Më thanë, pastaj dha u lejoi një lejim të përgjithshëm kafshët e caktuara që hahet mishi i tyre. Pastaj bëri një përjashtim përpas asaj që ju lexohet. Pastaj bëri edhe një përjashtim tjetër që njerëzit duke qenë gjatë ihramit. Pastaj lajmëroi, domethënë për gjykimin dhe vendimet që i merr Allahu subhanahu wa taala, janë ato të cilat dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Thot, të gjitha këto në 2 rreshta. Të gjitha këto i bëri në 2 rreshta. Ndërsa
nuk ka mundësi që dikush krejt këto tema, do të thonë, t'i sqaroj, t'i zbërthej mirë, t'i qartësoj për të gjithë njerëzit, vetëm se në disa vëllime, duhet me shkruaj disa vëllime për t'i qartësuar të gjitha këto tema. Prandaj, më thonë, kjo ishte konkluza që e tha Kindiu, filozofi i njohur, që siç thash, bota e njeh si filozof i Islamit, mirë po në fakt ai nuk është përmbajtur mësimeve të Islamit. Dhe kjo është tamam një vërtetim i asaj që thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në surën An'am ajeti 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Kjo është vërtetim praktik i asaj që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika. Fjalët e Zotit tënd janë të përsosura për sa i përket vërtetësisë dhe drejtësisë. Vërtetësisë dhe drejtësisë në atë që thuat. La mubaddila li kalimati, nuk ka zëvendësim për fjalët e tij. Wallahu wa huwa as-sami'ul 'alim, dhe vërtet Allahu është ai i cili dëgjon gjithçka dhe di gjithçka. Allahu subhanahu wa taala është gjithë ndëgjues dhe i gjithë dishëm. Kjo është një hyrje që ka të bëjë me kuptimin e përgjithshëm, edhe pse do të lexojmë për sa i përket kuptimit të përgjithshëm të këtij ajeti, tefsirin e dietarit Abdurrahman es-Saadi, i cili kur flet për ajetin e parë të surës Maide, ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "O ju që keni besuar, përmbushni, më thonë, plotësojeni kontratën." Imami dietari më i njohur i komentimit të Kuranit, Imam Taberiu, thotë se kontrata këtu është marrëveshje. Do thënë Allahu subhanahu wa taala thotë: "O ju që keni besuar, përmbushni marrëveshjen." Nëse keni bën një marrëveshje, duhet të përmbushni marrëveshjen dhe të përmbaheni asaj marrëveshje. Kjo është kuptimi i kontratës që është përmend, më thonë, në fillim të këtij ajeti. Thot Abdurrahman es-Saadi, një prej komentuesve bashkohor të Kuranit, thot: "Këtu Allahu i madhruar i urdhron robërit e tij besimtar me atë që e kërkon nevoja e besimit, që të përmbushen marrëveshjet, do të thonë të plotësohen ato, dhe të mos fyhen marrëveshjet. Nëse ke bërë një marrëveshje, mos e the, besimtari nuk e thën marrëveshjen. Kjo gjë, do të thonë, ky urdhër përfshin të gjitha marrëveshjet, se parashot pyetje për çfarë marrëveshje bëhet fjalë. Ky urdhër përfshin të gjitha marrëveshjet që të cilat janë mes robit dhe Zotit të tij, që nënkupton se ai duhet t'i nënshtrohet Zotit të tij. Kjo është marrëveshja mes robit dhe Zotit, që ai të tregojë robrinë e tij, nevojën e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe të zbatoj gjithë ato që e kërkon të qenit rob i Zotit. Dhe të mos anashkaloj obligimet, të drejtat, obligimet që i ka karshi krijuesit të tij. Dhe gjithashtu kjo marrëveshje përfshin marrëveshjen e njeriut me të dërguarin e tij, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin duhet ta dëgjojë dhe ta pasojë. Gjithashtu përfshin marrëveshjen që njeriu ka me prindërit e tij dhe të afërmit e tij, që të jetë i mirë dhe të mbajë lidhje me ta, dhe të mos i ndërpret lidhjet me ta, të mos sillet keq me ta. Gjithashtu kjo marrëveshje përfshin marrëveshjen mes njeriut dhe shokëve të tij, duke i zbatuar të gjitha obligimet që i ka njeriu ndaj shoqërisë së tij. Do të thonë, qoftë ai në gjendje të mirë, i pasur, qoftë i varfër, qoftë në gjendje komoditeti, qoftë në gjendje vështirësie. Gjithashtu marrëveshjen që e ka njeriu me njerëzit tjerë dhe që i bën ato në raporte të ndryshme tregtare, siç është, do të thonë, shitblerja, është qiradhënia ose qiramarrja dhe të ngjashme. Dhe gjithashtu marrëveshjet që kanë të bëjnë me dhënjet vullnetare, siç janë dhuratat dhe të ngjashme. Dhe në përgjithësi, domethënë, zbatimi i obligimit të njeriu që ka ndaj muslimanëve, mbas të parimit që thot Allahu subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet,
besimtarët janë vëllezër. Dhe kjo është një marrëveshje duke u solidarizuar me besimtarët, duke i ndihmuar ata në gjërat e mira, duke mos ia kthyer shpinën njëri tjetrin dhe duke mos e braktisur dhe tradhuar njëri tjetrin. Pra ky urdhër plotsoni, përmbushni marrëveshjet, do thonë i përfshin të gjitha, do thonë bazamentet e fesë dhe degët e saj. Të gjitha ato janë, do thonë, përfshihen në marrëveshjet të cilat Allahu subhanahu wa taala urdhëroi që t'i zbatojmë ne. O ju që keni besuar, përmbushni marrëveshjet. Do thonë, pak a shumë Abdurrahman Saadi, dietari i njohur bashkëkor i komentimit të Kuranit, thonë i përmend llojet e ndryshme të marrëveshjeve, sepse dikush mund të mendoj se bëhet fjalë për një marrëveshje të caktuar në shitblerje. Jo, do thonë kjo është një kuptim më i gjerë. Ne kemi marrëveshje me Allahun, kemi marrëveshje me pejgamberin, kemi marrëveshje me të afërmit ton, kemi marrëveshje. Cila është ajo marrëveshje? Ajo marrëveshje të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar me të si besimtarë. Andaj na bën thirrje ne që kemi pranuar ato obligime të Zotit, që kemi pranuar të jemi robër të Allahut të madhëruar, robër të pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtar të fesë islame, do ne kemi për obligim që këto detyrime me të cilat na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, këto janë marrëveshje që ne duhet t'i plotësojmë. Ashtu siç bën njeriu kur lidh një marrëveshje shitblerje, kur merret vesh me një person tjetër për të bler apo për të shitur diçka, njëjtë, domethënë, dhe duhet ta zbatojë atë marrëveshje, njëjtë duhet t'i zbatojmë edhe këto marrëveshje tjera që i kemi me Allahun, me pejgamberin, me besimtarët, me të afërmit, e kështu me radhë. Tani, më thonë, shkurtimisht do t'i qartësojmë pak disa prej llojeve të marrëveshjeve që besimtari duhet t'i ketë parasysh dhe t'i zbatojë ato, sepse është një urdhër prej Allahut të madhëruar. Është një urdhër prej Allahut subhanahu wa taala. Marrëveshja e parë është, më thonë, që njeriu ka, është marrëveshja mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Që do të thotë të pranoj Allahun, të pranoj se ai është i vetmi i adhuruar. Kjo është marrëveshja që njeriu duhet ta realizojë, më thon, mes tij dhe krijuesit. Duhet ta zbatoj deri në fund, ta përmbush. Sa është një lloj fjale që e ke dhënë. Dhe kjo marrëveshje mund të thotë dikush ku është e përmendur, ku shkruan se ne kemi një marrëveshje me Allahun e madhëruar. Allahu subhanahu wa taala tregon për një bisedë që ka ngjarë mes shpirtave para se të krijohet bota dhe krijuesit të tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Kur Allahu nga bita Ademit, nga pasardhësit e Ademit, më thonë, ju shfaq atyre dhe ju tha: "A nuk jam Zoti juaj?" Ata thanë: "Po, si jo." Pastaj tha Allahu: "Të mos thoni ditën e Kiametit se ne nuk kemi qenë të informuar." Ky ajet kuranor tregon se shpirti në vete është i prirur të besoj Allahun, të njeh atë, të pranoj. Thonë, këtë ndjenje posedon njeriu. Dhe kjo është një prej argumenteve më të fuqishme, një ndër argumentet, sepse argumentet janë të shumta kundër ateistëve, të cilët mundohen që ta fshehin këtë nevojë shumë të rëndësishme të shpirtit për të besuar, për t'ju përkulur krijuesit të vet. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka zhvilluar një bisedë me shpirtat
e bijve të Ademit, thënë pasardhësve të gjithë, duke e thënë, a nuk jam unë e Zoti juaj? Ata thanë, po si jo, kalu bela. Pas e tha Allahu, të mos thoni ditën e Kiametit, se ne nuk kemi qenë të informuar. Pra, Allahu subhanahu wa taala përveç asaj që e bëri shpirtin të prirur të besoj, të përkulet Allahut, Allahu dërgoi pejgamber, Allahu shpalli libra, dhe Allahu subhanahu wa taala caktoi që të ketë pejgamberët e tij të kenë trashëgimtar, dietarë, të cilët do ta sqarojnë vazhdimisht fenë e Allahut me argumente që të logjikshme, me argumente të shpalljes, me argumente të ndryshme për të besuar, vetëm e vetëm që njerëzit të besojnë dhe të fitojnë shpërblimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra në këtë rast, marrëveshja mes njeriut dhe Zotit është që të pranoj këtë besim. Të pranoj të nënshtrohet krijuesit të vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kjo është marrëveshja. Nëse dikush nuk i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala e nuk ka zbatuar marrëveshjen që e ka mes tij dhe Zotit të tij. Një marrëveshje e përgjithshme që është mes njeriu dhe Allahut subhanahu wa taala është ajo që Allahu subhanahu wa taala i tha Ademit alayhis salam, kul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ju tham, zbritni që të gjithë prej xhenetit, i tha Allahu subhanahu wa taala Ademit dhe Havas alayhis salam. Kur që vi prej mua udhëzimi, ai i cili do ta ndjek udhëzimin tim, për të nuk do të ketë frikë dhe nuk do të ketë nevojë pse të brengoset. Dhe kjo është një marrëveshje e përgjithshme ndërmjet neve dhe Allahut subhanahu wa taala që ne duhet, ta zbatojmë atë në bazë të asaj që e ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Me gjëra që i ka bërë halal dhe gjëra që i ka bërë haram. Përsa kohë që ne i zbatojmë ato detyrimet dhe largohemi nga gjërat të cilat na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, atëherë jemi duke mbajtur marrëveshjen me Allahun subhanahu wa taala. Jemi duke shku pas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala që na ka zbritur në Kur'an dhe ja ka shpallur pejgamberit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nëse njerëzit nuk i përmbahen këtyre ligjeve që i ka përmendur Allahu subhanahu prej halaleve, harameve, mekruh, gjërat e jo preferuara, gjërat e detyruara, gjërat e ndaluara, të gjitha këto dispozitat e fesë islame, dhe nëse ju përmbahemi atyre, atëherë kemi mbajtur edhe marrëveshjen me Allahun subhanahu wa taala. Kjo marrëveshje nuk përfundon këto. Kemi marrëveshje edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si besimtar që e kemi pranuar këtë fe, për cilën marrëveshje dhe të tjerat me lejen e Allahut të madhruar do të flasim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, vazhdojmë këtë emision në pjesën e dytë të këtij emisioni. Jemi duke komentuar thirrjen e Allahut të madhruar që është përmend në ajetin e parë të surës Maide, ku Allahu subhanahu wa taala thotë: o ju që keni besuar, përmbushni, plotësoni marrëveshjet juve, ju janë lejuar në kafshët behimetul en'am që janë. Ata janë 4 lloje të kafshëve, të cilat do t'i përmendim, përpas asaj që juve ju lexohen dhe përpas kur jeni me ihrama duke e bërë haxhin, vërtet Allahu gjikon atë që dëshiron. Kjo është thirrja e Allahut subhanahu wa taala që të përmbushim marrëveshjen, dhe them se kjo marrëveshje është e gjerë. Nuk duhet të kuptohet si një marrëveshje, një kontratë shitblerje vetëm, edhe pse edhe ajo përfshihet në këtë ajet kuranor, por është një marrëveshje mes robit dhe krijuesit, mes robit dhe pejgamberit, mes robit dhe muslimanëve kështu me radhë. Për sa i përket marrëveshjes që një robi e ka me Allahun subhanahu wa taala, përmendëm një pjesën e parë të emisionit. Marrëveshja e robit të Allahut subhanahu wa taala me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është, që ta besoj, ta pasoj dhe ta ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njerëzit ja jepnin besatimin atij, kërkonte prej tyre 6 gjëra. Më thënë që të mos i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Më thënë përmendet në hadith, kana alayhi salatu wassalam idha baya'a an-nasa ya'khudhu alayhim 6 umur. Kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam merrte besatimin nga njerëzit, kërkonte prej tyre 6 gjëra. Cilat janë ato 6 gjëra? Ella yushriku billahi shay'a, që të mos i shoqërojnë Allahut në adhurim askënd. Do thënë, adhurimi të bëhet pastër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një prej veçorive të besimit islam që ndryshe quhet tauhid. Do thënë të veçohet Allahu subhanahu wa taala me adhurim. Dhe adhurimi me kuptimin e tij të gjerë mos i bëhet as kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, ella yasriqu, që të mos vjedhin. Do thënë, pranon islamin. Dush mi dhënë këto garanca se nuk do të bësh shirk, nuk do të shoqërosh Allahut askënd në adhurim. Adhurimi s'do të bësh për askënd tjetër përveç për Allahun subhanahu wa taala. Nuk do të vjedhësh, ella yasriqu, wala yaznu, nuk do të bëjnë zina, kurvëri. Wala yaqtulu auladahum, nuk do të vrasin fëmijët e tyre, ashtu siç e kanë pas zakon në periudhën e ignorancës. Wala ya'tu bi buhtanin yaftarunahu bayna aydihim wa arjulihim. Dhe nuk do të bëjnë një shpifje, më thonë, me duart dhe këmbët e tyre. Ka disa komentime çka do të thotë kjo pjesë e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë marrëveshje është kjo që e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga të gjithë ata të cilët ja kanë dhënë besën atij se do ta pasojnë dhe ta ndjekin dhe do ta besojnë dhe do ta ruajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu siç i ruajnë vetvete dhe familjet, gratë dhe fëmijët e tyre. Ka disa komentime. Një prej komentimeve është se ata nuk do të shpifin duke bërë kurvëri, duke bërë çfarë lloj mashtrimi. Domethënë nuk do të jenë mashtrues me një fjalë. Wala ya'sunahu sallallahu alaihi wasallam fi ma'ruf, dhe nuk do të tregohen mos ndëgjues kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam do t'i urdhëroj për gjëra të cilat janë të mbështetura me fen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo në përgjithësi, më thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithëse nuk ka urdhëruar gjëra të cilat nuk janë të mbështetura sipas fesë islame, mirëpo në përgjithësi si themel ka mbetur si parim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur urdhëron për gjëra të cilat duhet të bëhen, më thënë gjërat e fesë, nuk kanë të drejtë besimtar që ta kundërshtojnë. Nëse e kundërshtojnë, ata janë mëkatar. Do thënë këtu në këtë hadith profetik potencohen disa prej obligimeve të cilat i ka spikatur pejgamberi në momentin kur besimtarët ja kanë dhënë besën atij se do ta besojnë dhe do ta ndjekin. Kjo është një marrëveshje. Kjo marrëveshje vlen për të gjithë besimtarët deri në ditën e Kiametit. Ata nëse pretendojnë se ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, asa nëse janë i thartë të shahadetit, dëshmisë se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut që duhet të pasohet dhe të ndiqet, ata duhet të mos bëjnë shirk, të mos vjedhin, të mos bëjnë zinat, të mos bëjnë mashtrues dhe shpifës, të mos e kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjëra që i urdhëron ai dhe të cilët janë të mbështetura, do të thonë janë të njohura dhe të pranuara nga shariati që në gjuhën e shariatit quhen ma'ruf, wala ya'sunahu sallallahu alaihi wasallam fi ma'ruf, dhe nuk kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjëra të pranuara nga shariati. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faman waffa minkum, kush e çon vend këtë marrëveshje, kush e plotson këtë marrëveshje, faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah, shpërblimin e merr prej Allahut subhanahu wa taala. Më thënë, ai i cili këto marrëveshje i çon në vend. Wa man asaba minha shay'an, ai i cili prish ndonjërin prej këtyre marrëveshjeve, ndonjërin prej këtyre pikave të marrëveshjes, fa amruhu ila Allah. Çështja e tij është në dorë të Allahut. In sha'a 'adzabahu wa in sha'a ghafara lahu. Nëse dëshiron Allahu, pas e ditën e Kiametit, do ta dënoj shkaku i pikave të marrëveshjes që nuk i ka plotësuar
dhe nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala ja fal atij për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka mundësi që njerëzve shkaku i disa punëve të mëdha të mira që i bën t'ju afal disa mëkate, mirë po ne këtë nuk e dim. Ne vetëm e dim se ai i cili bën mëkate të mëdha dhe nuk e ndjek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk i ndjek mësimet e tij, kundërshton Allahun, nuk i zbaton detyrimet dhe i shkel kufi që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, duke i bërë haramet e ndryshme që i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, ky njeri meriton dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Ky njeri meriton dënimin e Allahut subhanahu wa taala, prandaj mëkatari sipas besimit të ehli sunetit, çështja e tij është në dorë të Allahut të madhruar. Nëse dëshiron Allahu, e dënon. Nëse dëshiron, ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala t'ia fal atij. Kjo është domethënë për sa i përket marrëveshjes së besimtarit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse ne kemi obligime ndaj të dërguarit të Allahut. Dhe këto obligime, domethënë, janë që ta besojmë dhe ta ndjekim atë, dhe pikat kryesore ku duhet ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë këto pika që i përmenda në hadith. Gjithashtu, urdhri për të zbatuar marrëveshjen në këtë ajet kuranor, ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, o ju që keni besuar, zbatoni marrëveshjet, plotësoni marrëveshjet, përfshin edhe marrëveshjet e ndryshme që muslimanët i bëjnë ndërmjet tyre. Këtu, më thon, përfshihen për shembull kontratat e ndryshme të shitblerjes, të borxhedhënies, të ndrimit të mallrave. Madje këtu futet, më thon, edhe kontrata e kurorzimit. Më thon, edhe ajo është një marrëveshje, të cilën Allahu subhanahu wa taala ka quajtur mitha wa akhadhtum mithaqan ghalidha, marrëveshje të rëndë. E ka quajtur, më thon, nikahun ose kurorzimin. Duhet të zbatohen këto marrëveshje duke i zbatuar secila palë obligimet me të cilat ngarkohet si besimtar. Gjithashtu për marrëveshjeve që ka të bëjë mes muslimanit dhe mes njërit dhe tjetrit musliman, është të ndihmohet për shembull atij që i bëhet padrejtësi. Të ndihmohet atij i cili nuk e din për shembull disa obligime, disa të drejta që i ka e kështu me radhë. Më thënë, të gjitha këto përafërsisht dhe ato që i përmenda, më thënë, prej komentimit të djetarit Abdurrahman Esadi, bëjnë pjesë në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, aufu bil uqud, zbatoni marrëveshjet. O njerëz, o besimtarë, zbatoni marrëveshjet që keni me Allahun, duke besuar dhe duke pranuar se ai është i vetmi i adhuruar me të denjë dhe duke u nënshtruar atij, duke treguar këtë gjë me veprat tona, duke u falur, duke i rënë sejdë Allahu subhanahu wa taala, duke i zbatuar urdhrat e tij dhe duke u larguar prej harame. Pastaj zbatoni, o besimtar, marrëveshjen që e keni me të dërguarin e Allahut, duke besuar dhe ndjekur atë, duke i çuar në vend urdhrat e tij dhe duke u larguar nga ndalesat që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O besimtarë, zbatoni marrëveshjet e ndryshme që i bëni ju në jetën e përditshme me besimtarët e tjerë, me muslimanët e tjerë. Qofshin ato marrëveshje që kanë të bëjnë me borxhedhënie, qofshin ato marrëveshje që kanë të bëjnë me shitblerje, qofshin ato marrëveshje që kanë të bëjnë me kontratën e kurorëzimit, qofshin ato marrëveshje që kanë të bëjnë me solidarizimin e muslimanëve për të ndihmuar njërit që i bëhet padrejtësi, e kështu me radhë. Kjo është, do të thonë, çështja kryesore e këtij ajeti kuranor ose kësaj thirrjes kuranore. Dhe shkaku se Allahu subhanahu wa taala përmend, do të thonë, Allahu subhanahu wa taala kur i urdhëron besimtarët që të përmbushin marrëveshjet, thot, ai ju ka dhënë juve shumë të mira, për të mirave që Allahu ka dhënë juve është uhillat lakum bahimatul an'am. O ju që keni besuar, përmbushni marrëveshjet. Se vërtet Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë shumë begati. Ju ka dhënë këtë fe që është lehtësim, fe e cila u ka lejuar gjërat e mira dhe u ka ndaluar vetëm nga gjërat e dëmshme dhe të këqija. Thot Allahu subhanahu, nga ky shkak Allahu u lejoi juve bahimatul an'am. Behime quhet kafsha që ecë me 4 këmbë. Mirë po, bahimatul an'am në gjuhën arabe quhen devet, lopët, dhent dhe dhit. Këto janë kafshët që lejohet, domethënë këto janë kafshët e buta, domethënë që shtëpiake, që është halal ngrënia e mishit të tyre dhe përfitimi nga gjithçka prej, domethënë që vjen prej tyre.
më thonë Allahu subhanahu wa taala ka lejuar këto kafsh për të ngrënë mishi i tyre. Pastaj thot illa ma yutla aleikum. Përpos ajo që ju e lexohet juve. Përpos asaj që ju lexohet juve. Çka është ajo? Do thon pas ka situata kur devet, lopët, dhënë dhe dhit nuk lejohen. Nuk lejohet mishi i tyre. Kur janë ato situata? Çfarë rrethana janë? Kur nuk lejohet mishi i këtyre kafshëve, për cilët thot Allahu ju është lejuar? Ato nuk lejohen në 10 raste, që janë përmend në ajetin 3 të surës Maide, në të njëjtën sure. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusb. Në 10 situata nuk lejohet, me thënë, të ushqehemi nga këto kafshë që në esencë janë të lejuara. Kush janë ata? Thot Allahu: u ndalohet juve ngrënia e coftinës. Më thonë, edhe nëse është e deves ose coftina, për shembull, ngordhësira e deves, e lopës, edhe deles ose dhis. Nëse është ngordhësirë nuk lejohet. U ndalohet, thot Allahu subhanahu, juve ngrënia e coftinës, ngrënia e gjakut, mishi i derrit, asaj kafshë që është therrur jo në emër të Perëndis të Allahut, mishi i kafshës që është lidhur në fyt e ka plas, mishi i kafshës që është rrah e ka ngordh, e asaj kafshë që është mbytur nga të rrëzuarit, rrëzohet një kafshë dhe mbytet, ngordh, e asaj që është mbytur me brir nga kafshët e tjera, gjithashtu edhe i asaj që është mbytur nga egërsirat, përveç atyre që i preni para se të ngordhen. Nëse për shembull një kafshë është sulmuar nga një egërsir, nga ujku, një dele është sulmuar nga ujku dhe është ende gjallë, nëse therret para se të ngordh, atë lejohet mishi i saj. Mirë, po nëse ngordh, atë nuk lejohet mishi i saj. Thot: u ndalohet juve ngrënia e asaj që është therrur për nder të kryqeve dhe të kërkuarit e fatit me fall, për besimet kota. Kafshët që prejnë për nder të besimeve të kota nuk lejohet të hahet. Të gjitha këto që u përmenden janë mëkat. Ky është ajeti 3 i surës Maide. Do të thonë që është tema e tretë. Njëherë obligon Allahu që të përmbushim marrëveshjet, pastaj na tregon se na ka dhënë një mirësi që është ngrënia e mishit të kafshëve që i përmenda, pastaj tregon një përjashtim se mishi i këtyre kafshëve që në esencë është i lejuar në 10 situata nuk lejohet. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot: ghayra muhilli s-saydi wa antum hurum. Gjithashtu është edhe në një përjashtim ku nuk lejohet të hash nga mishi i kafshëve që në esencë është i lejuar, siç është kafsha, që e lejuar mishi i saj, mirë po për muhrimin, për njeriun i cili ka veshur ihramet dhe është duke shkuar të bëj umren apo haxhin. Siç dihet, njeriu i cili përgatitet për të bërë haxhin ose umren, zhvishet nga rrobat e tij të zakonshme dhe vishet me rida dhe me izar, me di peshqir, që e mbulon trupin e tij si shenjë e braktisjes së të mirave të kësaj bote dhe drejtimit të tij me trup dhe me zemër drejt Allahut të madhruar. Gjatë kësaj situate, personi që i vesh këto rrobe quhet muhrim, i cili i ka ndaluar vetvetes disa gjëra që në esencë janë të lejuara. Për gjërave që i ndalohen njeriut gjatë ihramit të tij, kur merr rrugën dhe kur vishet me rrobat e posaçme për të kryer umrën ose haxhin, për gjërave që i ndalohen atij personi, muhrimit pra, është edhe gjahu. Pse gjahu? Për arsye se gjahu është angazhim i njeriut dhe nxjerrje e tij nga gjendja në të cilën ai ka hyrë, që është adhurimi. Dhe adhurimi i cili nënkupton përmendjen e Allahut, përkushtimin ndaj Allahut, të drejtohesh Allahut subhanahu wa taala. E tash gjatë kësaj gjendje kur njeriu braktis dunjan dhe i drejtohet
Qabes për të kryer umrën ose haxhin, nuk është e udhës që ai të merret me gjëra të tjera që e zhvendosin vëmendjen e tij nga ky qëllim madhështor që është umrja dhe haxhi. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ndaloi gjahun, edhe pse në esencë gjahu është i lejuar, do thonë të hahet mishi i disa kafshëve të caktuara që janë të lejuara, domethënë që janë të lejuara sipas legjislacionit islam. Ata në esencë lejohen, mirë po për personin i cili ka veshur ihramet, domethënë kjo vepër ndalohet sepse e zhvendos dhe e shpërqendron nga qëllimi për të cilin ai është nisur, e që është umreja dhe haxhi. Pas kësaj Allahu subhanahu wa taala thot inna Allaha yahkumu ma yurid. Allahu gjykon atë që do. Ligjet në kosmos dhe ligjet në fe, në legjislacionin islam, i sjell Allahu subhanahu wa taala. Dhe duhet të besojmë se ato ligje janë për të mirën tonë dhe janë të përkryera, janë të përsosura. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk pyetet pse i sjell ato ligje, por ato ligje i sjell Allahu subhanahu wa taala ashtu siç dëshiron ai. Ashtu siç i përket urtësisë, diturisë, mëshirës, fuqisë së tij. Këto ligje, thonë dietarët, ndahen në dy kategori. Janë ligjet kosmologjike, gjithë që ndodh, domethënë në këtë jetë, qoftë jeta, vdekja, shëndeti, smundja, pasuria, varfëria, dëgjimi, mëkatimi që e bëjnë. Më thonë, këto janë ligje që Allahu i ka lejuar. Këto janë ligje të natyrës që Allahu i ka krijuar. Dhe janë ligjet e Allahut subhanahu wa taala shariatike. Ligjet shariatike të Allahut subhanahu wa taala ose ligjet fetare, me thonë, burimin e kanë nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lejuar apo nuk ka ndaluar diçka përpos asaj që ka kërkuar Allahu prej tij. Me thonë, ndonjëherë kemi raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lejon apo ndalon diçka dhe që nuk e gjejmë në Kur'an. Mirë po, këtë e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urdhrin që Allahu jep, me mësimin që Allahu subhanahu wa taala jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala wa inna ma harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah." Dijeni se atë që e ndalon i dërguari i Allahut, pejgamberi i Allahut, është njëjtë sikur sa ajo që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është fjala e fundit e ajetit të parë të surës Maide. Kështu përfundon ajeti kuranor. Tash vetëm si përfundim do të bëjmë një rezime, do të thonë të gjërave kryesore që i përfitojmë nga kjo thirrje e Allahut të madhruar. Gjë e parë e rëndësishme është se ne detyrohemi të zbatojmë dhe të përmbushim marrëveshjet, të cilat janë mes njeriu dhe krijuesit të tij, mes njeriu dhe të dërguarit të tij, dhe mes njeriu dhe njerëzve të tjerë. Gjithashtu, prej dobive të këtij ajeti kuranor është se Allahu subhanahu wa taala na ka lejuar, më thon, behimetul an'am, kafshët që nënkuptohen me këtë term, 4 lloje të kafshëve, ata janë devet, lopët, dhent dhe dhit. Më thon, lejohet mishi i tyre. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na tregon se në 10 situata mishi i këtyre kafshëve që në esencë është e lejuar, është i ndaluar dhe ato i përmendëm në siç e potencuar në ajetin 3 të surës Maide. Pastaj Allahu subhanahu wa taala potencon gjithashtu, do të thonë, këtu kur jemi të 10 situata që përmenden se ndalohet ngrënia e mishit të kafshëve që në esencë janë të lejuara, kuptojmë, më thonë, një gjë që është komentimi i Kur'anit me Kur'an. Do të thonë, ajeti i parë i surës Maide komentohet me ajetin 3 të surës Maide. Gjithashtu mësojmë se njeriu kur vesh ihramet e tij duhet i përkushtohet Allahut dhe në esencë ndalohen disa gjëra që
jashtë ihramit i ka të lejuara, prej tyre është edhe gjuetia për arsye se e shpërqendron njeriu nga qëllimi i tij që është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, nga dhikri, nga ibadeti, prandaj edhe ndalohet gjuetia dhe gjithashtu pas kësaj kuptohet se gjuetia është një prej veprave të lejuara me fenë islame, sepse ajo është një prej begative që Allahu subhanahu wa taala ua ka mësuar njerëzit. Me këtë, më thënë, përfundojmë komentimin e kësaj thirrje së Allahut subhanahu wa taala dhe siç e pam, domethënë është një ajet i shkurtër që ngërthen në vete shumë tema dhe përkundër fjalëve të pakta që janë përmendur në të, temat janë të çuara dhe dietarët janë ata të cilët janë zgjeruar shumë në komentimin e këtij ajetit, kanë shkruar libra të tërë për të sqaruar këto tema të cilat Allahu i madhruar me madhërinë e tij, me diturinë e tij ka përmendur në këtë ajet të shkurtër, pra në ajetin numër 1 të surës Maide.